Detajet të reja kanë dalë në dritë nga krimi që ndodhi ditën e djeshme në burgun e Korydallos në Greqi, ku mbeti vrar një personazh i njohur i botës së krimit, Jani Aliaj. Ky i fundit ishte arrestuar vitin e kaluar në Greqi, ndërsa autoritetet shqiptare kërkonin ekstradimin e tij për vrasjen e Elton Çiços, ndodhur në vitin 2016 në zonën e ish-bllokut në Tiranë. Sipas hetimeve të autoriteteve greke, vrasja është kryer kundrejt pagesës dhe është porositur nga një tjetër shqiptar i pa identifikuar, i cili dyshohet se ka pasur konflikte me Aliajn për pazaret e drogës. Sipas mediave greke, Jani Aliaj kishte shpëtuar nga një tentativë për vrasje rreth 6 muaj më parë në të njëjtin burg. Aliaj kishte dalë me leje nga burgu i Korydallosit 3 javë më parë dhe që rikthyer, ndërsa ishte në pritje të vendimit për ekstradimin e tij. Më 1 janar të vitit 2025, Aliaj ishte arrestuar në Athinë pas 9 vitesh në Arati. Ai u kap me një lugë tërësisht të ndryshuar për t'u fshehur drejtësisë.